Gaza po kalon në një periudhë të errët të shkatërimit dhe dhimbjes, duke u kthyer në një varr masiv për palestinezët, siç e cilësoi organizata Mjekët pa kufi në një deklaratë të saj. Sulmet ajrore izraelite dhe veprimet ushtarake në veri dhe jug të enklavës kanë sjellë humbjen e shumë jetëve, përfshirë edhe atë të shkrimtares dhe fotografes së njohur palestineze, Fatma Hassouna, e cila ka dokumentuar vuajtjet e popullatës në Gaza. Në veri të Gazas, një sulm ajror i ka marrë jetën 10 personave, ndërsa në Rafah, në jug, ushtria izraelite ka vazhduar të shkatërrojë shtëpi dhe të shkaktojë dëme të mëdha. Banorët e Rafah raportuan se qyteti, që ka kaluar nën kontrollin Izraelit, po bëhet gjithnjë e më izoluar, me shkatërimin e mëtejshëm të infrastrukturës dhe rritjen e presionit mbi popullatën lokale. Përfaqësuesi i mjekëve pa kufi në Gaza deklaroi se gjendja e qytetarëve ka arritur në një pikë kritike, me mungesë të furnizimeve të nevojshme dhe një situatë të pasigurt për të gjithë ata që përpiqen të ndihmojnë. Pa asnjë vend të sigurt, përgjigjja humanitare është e pamjaftueshme dhe ndihma për palestinezët është një sfidë e madhe, shtoi ai. Sulmet dhe shkatërimi i shtëpive dhe infrastrukturës në Gaza vazhdojnë të thellojnë vuajtjet dhe pasigurinë, duke lënë mijëra njerëz të pastre dhe të përballur me kushte të pamundura për mbijetesë.